cilat janë të mirat dhe benefitet që shteti i Republikës Kosovës i ka pas nga Vatikani. Po pse duhet pa tjetër që me pas të mira për dikujna për me boni për pacient të tillë. Pa tjetër mëre? Është një mesazh, është dhënë një mesazh sa na mëtëm të dhënë mesazhe, na e shkatrum shkollën, gjimnazin Gjevdet Doda, midis Prishtinës e lam katedralen katolike të ndërtohet me gjithë respektin dhe me vullnetin më të madh e kanë bua ata. Me vullnetin më të madh. Ajo është po na kena prish, domethënë na kena prish shkollë për një kish katedrale katolike. Kena emru bibliotekën kombëtare në Kosovë me emrin Pjetër Bogdani, me një prift katolik. Pra, respektin më të madh ja kemi kemi bo shqiptarve katolik. Nuk e kemi bo për asë tjetër, kjo është për njerëz që jetojnë në këtë shtatë. Po flasim për fatësimin në Vatikan, po flasim gjithmonë për ceremoninë e varrimit të papës, e konsiderove budallaki që kanë qenë edhe pjesëtarë për ka qenë edhe kryeministri në detyrë, Kurti, presidentja. Po kanë mjaftu be vëlla. Po kanë mjaftu be vëlla. Po ka vdek nga katë shumë arenit. Urna? Pse ky reagim, pse ky qes shtas pse?